Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Uroj të jeni mirë, do bëjmë becimin e radhës për ju, duke uruar që marrim mesazhet apo këshillat më të mira, apo më të nevojshme për ju, të dashur binjakë. Një gjë mund të them që jeni duke e tejkaluar një shqetësim të madh. Mund të jetë në dashuri, mund të jetë në punë, në familje, biznes e kështu me radhë. Një shqetësim të madh nga që kam 10 të shkopive që do të thotë një lloj finalizimi, në arritje të në fund të një rruge për ta finalizuar apo për ta përmbyllur një situatë. Mund të jetë një lidhje për ta përfunduar, mund të jetë një projekt, mund të jetë biznes, mund të jenë shumë gjëra, por që diçka jeni duke përfunduar. Nga që kam dhe botën këtu që është fundi një kapitulli për të filluar një kapitull të ri. Të dashur binjak, duke filluar në një etapë të re të jetës, diçka po ndodh që po filloni vërtet një gjë të re. Dhe aty sikur po merrni një rrugtim të ri, në kuptimin e asaj që do ju shpije në për përjetime të reja, përjetime absolutisht më të bukura, por që komplet ndryshe nga ajo çfarë jeni duke përjetuar tani. Kjo është me vetë dëshirën e juaj po merrni këtë rrugë, këtë vendim, që mund të jetë një shtatzani, shikoni ku është Perandoresha, që të merrni përsipër kujdesin e dikujt, mund të jetë ajo, të jeni ju nën kujdesin e dikujt, dhe këtë rrugtim apo këtë rrugë keni vendosur ta merrni. Një ofertë mund të jetë kjo, të dashur, që do ju ndihmoj të merrni këtë vendim. Në çfarëdo lloj situate që jeni duke u gjendur tani, apo jeni duke thjellur përmend të finalizoni diçka, sikur deri këtu erdhëm dhe tani do bëj komplet diçka tjetër. Mund të jetë lajmi i shtatzanisë që do duhet të ndryshoni komplet mënyrën e jetesës, apo lajmi për diçka siç është e madhe letra e Perandoreshës, diçka të madhe për ta finalizuar, për ta përmbyllur një kapitull dhe të filloni një kapitull të ri. Këtu kam 10 që thot fundi dhe këtu bota që do thot fundi i një epoke, një kapitulli të çfarëdo lloji. Mund të jetë të ndarje e dëshiruar nga ju, nuk do thot mos u shqetësoni binjakë të tjerë që nuk ka të bëj fare me këto, por që diçka do filloni, mund të jetë një lajm i shtatzanisë, siç thashë, një lajm i punës, një kujdes që dhe në punë duhet kujdesemi për punën që marrim, sikur duhet të kujdeseni për diçka, një udhtim, një rrugtim i ri në jetën e juaj, dhe ai lajm vërtet do ju bëj të ndiheni kogja mirë, dhe kjo do jetë sikur shumë gjëra të reja për ju, mund të jetë shpërngulje, mund të jetë punë, mund të jetë person i ri, apo një fëmijë në jetën e juaj, por ky vendim do vi absolutisht nga ju, kjo ndarje, kjo mund të jetë çështje ligjore, se kjo pasqyron dhe çështje ligjore, po e finalizoni dhe kjo sikur më në fund po merrni frym lirshëm, nga që po vete në favorin e juaj, kjo përmbyllje është në të mirën e juaj dhe të dashur, siç e thashë, në një rrugtim të ri komplet për ju, që do të thotë çfarë kemi mbjellur, ato dhe do t'i korrim së shpejti, absolutisht. Sido që të jetë, më e bukura e kësaj është që jeni duke dalë nga një, ta them, mund të jetë e përfunduar absolutisht, po dhe një gjë të papërfunduar për të kapërcyer diku akoma më mirë se që jeni sot. Por
si thash, mund të jetë vendimi juaj, mund të jetë i dikujt tjetër dhe për ju po ndahen gjërat duke ecur në këtë rrugë, po merrni kahjen komplet të diku tjetër. Ky vendim apo ky lajm, të çfarë do lloji qoftë, do jetë vërtet finalizimi apo heqja e barrës nga supet e juaja për të lehtësuar dhe vazhduar një rrugtim tjetër.